O vllai dashur, a keni pa dikush ta feston vitin e ri tonin? A keni pa dikush ta feston Bajramin ton? Në çfarë vafrie jemi na që kemi nevojë ti u hazojmë festat e huaja? Pash Zotit, çfarë solidarizimi? A solidarizohet dikush bre me na? Festat e tyre i kanë bo zyrtare, shtetënore, a një Bajram toni nuk e pan të arsyeshëm ta bën shtetënor, po e ban fest. Muslimanët kanë drejt të mos punojnë, ama shteti vazhdon punën e vet, se kjo nuk ka shtetënore. E ti tashti ke guxim dhe ke ndërgjegje të solidarizohesh me to? Pash Zotin, bo. Ne kanë imponu komunistat. E na komunistat nuk i dojshim, po festat e tyre jo festojmë. Shqiptarët, sidomos, dhe musliman në tërsi, nuk e kanë pas tradit të festojnë 1 janari. Nga se 1 janari është një fest pagane, jo fest fetare. Nga se festa fetare, nëse është për qëllim dhe dikush don të mashtruj vetë veten, se ajo është ditëlindja Hazreti Isës, është gabim trashanik. Nga se për ditëlindjen e Hazreti Isës ka di varianta. Sipas tyre, sipas krishterëve, ditëlindja e Hazreti Isës sipas disave është 25 dhjetori, ndërsa sipas disa krishterëve tjerë është 6 janari. E 1 janari çka është? 1 janari është fest pagane. E kanë festuar romakët e vjetër, nga se kanë adhuruar një hini të tyre i cile ka pas emnin Jan. Prandaj ka mbet janari, festa e Janit, festa e Shën Janit. Na shqiptarët i patëm edhe do shena tjetër. Njëherë festojshim Shën Gjergjin, forte kemi pas festu. E njonin pa thonë para disa viteve, tha, a nuk e lini mo këtë Ramazanin? Ishim në prek të Ramazanit. Tha, hoq, a nuk e lini mo këtë Ramazanin? Tha, shpse ta lëm Ramazanin? Tha, po si e lam Shën Gjergjin? Tha, ma si e lam Shën Gjergjin, ma vonë të talome dhe Ramazanin. Nga se i kish përzi kablat, i kish nga tru keq, kish kujtu se Shën Gjergji është ditë e jona. Ajo s'ka qenë jona, po ne kanë imponu dhe forte kemi festu. Na varshim dega të thanave në ditën e Shën Gjergjit në përderët tona, muashtu si varin tjerët për festat e tyre. Na e theshim e sakatoshim plepin duke i ngurë në për grunaja degat e plepit të rritet gruni të bëhet si plepi. Edhe mershim një far uji dhe shkojshim i stërpikshim arat tona, dhe aj që ishti smund porosit të kojshin e vetë ose dikon tjetër që tja stërpikja arën me ujë Shën Gjergji se nuk bëhet bereqeti. Këto janë paganizëm o vëllezër të dashur. E tash ne kur flasim për Shën Gjergjin, disa keshen, e disa bile thonë, po pse e lam bile? Shën Gjergjin, s'feti Gjergjin, edhe Shën Mitrin, s'feti Mitrin, e tashti Shën Janin, s'feti Janin. Pra e kemi ndru, pra Shën Gjergjin e kemi ndru me Shën Janin. Por, me dalim, se Shën Gjergjin e kanë festu masa dërmuse, a Shën Janin e festojnë intelektualët tonë. Ju vin keq talon, ju vin keq talon Shën Janin. E kjo është Shën Jani, nuk është vitiri, kjo është sfeti Jani, o dashamir. Bol me sfetat e huj, bol me shenat e huj, ne i kemi datat tona, ne i kemi festat tona. Pra, thonë shkurt e këput, Shën Jani, pra 1 janari, të cilin e kanë festu romakët e vjetër, nuk është fest fetare, por e kanë ngatruar bota krishtere dhe e kanë përzi me fe. E kanë përzi me fe. Dhe simboli i festës së kësaj dite është Baba Dimri. E ai Baba Dimri kallzovu fëmijëve tu dhe thuju e vladi im, Baba Dimri është prift. Nëse se merr vesh prift, ai është pop. Ai është pop Nikolasi, ai është pop Shën Martini. E s'ka që ka pret djali Haxhiz dhe biri muslimanëve prej Shën Martinit dhe prej prift Nikolasit. Këto janë punë shkije, shoh vëllezër të dashur. Ato një ndrishet ju them, kjo është punë shkavi, kjo është smundje të neve.
Na e adhuroshim thanën dhe plepin, tash t'i e lam, tash kemi fillu të adhurojmë brezin. Na adrun dhe t'i adhurojmë, deri kur dhe t'i adhurojmë brezin, e lam thanën dhe plepin, tash t'i kemi marë brezi. Në për shtëpiat tona, me drita të vogla, në shtëpinë tonë, të na ndriçojë brezi. Thuja ti çka e ka ble brezin. Pash zotin, çka do me thonjë ka kjo? A di çfarë do me thonjë ka kjo? Kjo ka sipas atyre që e kanë festë të vetën, në shtëpi që qëndron brezi natën e shenjanit, në shtëpi do të ketë bereqet. E ti a don bereqet prej brezit? A do ta festojsh ditën e shenjanit? A me brez do ta ruaj shtëpinë tënde prej këqijave? Natën e vitit të ri, nuk do ta falish namazin e sabahit, se do të rish deri në sabah pa xhum, duke prit shenjanin. O vllai dashur, brezi s'ka çka lim shpiton. Paketat e baba Dimrit, sa ai prifti nuk ja bën paketën fëmijut, po ja blen baba, për fat keq që manipulon fëmijin, ja bën te shtëpia dhe ja dhuron natën e vitit të ri që me babën ne ka pru baba Dimri. Po është pop Nikolasi. Ti çka ki me ato? Pash zotin. A hala se ke kuptua? Deri kur na do të adhurojmë drunin? Deri kur na do të adhurojmë shpenzët? O vllai dashur, pastrojmë besimin ton, duhet ta pastrojmë akiden ton. Ne si musliman i kemi festat tona dhe nuk ka nevojë t'u hazojmë prej qerve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la anallahu qauman kathurat ayaduhum. Allahu i mallkon një popull që ato shpikin bajrame, ata shpikin festa. Na këto nuk e shpikim, me këto i emitojmë të huajt. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Kush i përket një populli, ai është prej atyre. Mos i përgjaj atij as në haje, as në pije, as në veshmbathje, as në kremtime, as në festime, se ti ke bajramet tua. Ti e ke natën e xhumë dhe ditën e xhumë, ti e ke fitër dhe kurban bajramin, ti e ke vitin e ri tandin, i cili do t'jese me 10 e shkurtit, do t'hin muslimat në vitin 1426, jemi ka e përcjellim vitin ton, pra do t'him në vitin tjetër tonin. Ebrejt e kanë vitin e vetë, ato e kanë 5765 vitin e tyre, vitiri tyre fillon në shtator. Ata pra qifutët e kanë një shtatorin, na e kemi një Muharrem, kinezët e kanë të vetën, persianët e kanë të vetën, një pjesë e botës e ka një janarin, pra nuk është ndërkombëtare, nuk është fest botënore, kjo është fest e disa njerëzive të cilët ja u imponojnë edhe tjerve. Turpi, marja është për një musliman nëse i bashkangjitet festës së një janarit, festës së shenjanit, festës së Nikolasit, festës së Shen Martinit. Kjo është e festa, o vëllezër të dashur, për të cilën gajlosen prindet musliman se çka do t'ju blejnë fëmijëve për vitin e ri. Gajloset herifi, e ka gajle, edhe fëmijët i thonë: babo, çka do të bëjmë për vitin e ri? Jo, nuk bëjmë kur gjë, po do të blejmë pak kikirika. Baba, me mujt me blejt një torte. Tortja për vitin e ri i thua islamit lam të mirë. A di pse? Se ti veç kalon në një fest tjetër. Vëllezër të dashur, e mira është që natën e 1 janarit, natën e shtunë të ardhshme, është mirë para 12-ve një ora gjysore me ishim dritat, mes me u solidarizu me mprapshtanët. Edhe është mirë ta bëjmë tradit, që ta shofëm një shtëpi që ka dritë deri në 12, ta njohim si të dyshimt sa e feston vitin e huaj. Ta dim si të dëshim. Pra bon një liq. O vllai dashur, a keni pa dikush ta feston vitin e ri tonin? A keni pa dikush ta feston bajramin ton? Në çfarë vafrije jemi na që kemi nevojë ti u hazojmë festat e huaja? Pash zotin. Çfarë solidarizimi? A solidarizohet dikush bre me na? A solidarizohet dikush me na? A e feston dikush bajramin? Jo, festat e tyre i kanë bo zyrtare, shtetënore. A një bajram toni nuk e pan të arsyshëm të bën shtetënor, po e ban fest, muslimant kanë drejt të mos punojnë, a mo shteti vazhdon punën e vetë, se kjo nuk ka shtetënore. E ti tashti, ke guxim dhe ke ndërgjegje të solidarizohesh me ta, pash zotin, bolmo me Shengjergjin, bolmo me Shen Mitrin, bolmo me Shanjanin, bolmo me Shen Martinin, mjaft mo o musliman, bolmo, vëllezër të dashur, lillahi l-izzetu wa li rasulihi, krenaria i takon Allahut
pejgamberit dhe muslimanve. Musliman duhet të jenë krenar dhe të mos solidarizohen dhe të pambarsohen një herë për gjithmonë, të pambarsohen në fenë e tyre, të pambarsohen në dinin e tyre, të pambarsohen në traditat e tyre. Deri kur me mashtrimet e komunizmit, kjo është kur gjo tjetër një manipulim të cilin ne imponun komunistat, komunizmi shkoj për këtë në edha. Krishterizmin e patëm lanë, a më Shëngjergjin e festojshin, edhe herifin një kanë përzikatër, thot mas i këmilon Shëngjergjin, atë duhet të adronë edhe Ramazani, mas i këmilon Shënmitrin, atë duhet të adronë edhe Bajrami. Ka birë dhajtash. Ramazani është muaj i shenjt, i vadet madhështor, obligim ka Allahu Gjela.